Ka kalu koha e barrikadave, është koha e bashkëpunimit, e qarkullimit lirë. Në Mitrovic janë vendosur gurthemelet për ndërtimin e 2 urave mbi lumin Ibër. Njëra do t'jetë për Këmbësor, tjetra do t'jetë për Këmbësor dhe për vetura. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti tha se këto do të shërbejnë për bashkëpunimin mes Jugut dhe Veriut. E po ashtu lëshimi i tyre do të bëhet në shtator të këtij viti. Të tregojmë për kushtimin ton që ndërmjet Veriut dhe Jugut të ketë sa më shumë komunikim, qarkullim, bashkëpunim e shkëmbime. Këto 2 ura, të cilat janë të 2 anët e urës kryesore mbi Ibër, njëra prej tyre do të jetë edhe për automjete e Këmbësor, ndërkaq tjetra do të jetë vetëm për Këmbësor. Ura aktuale do të hapet po ashtu, aty siç e dini janë karabinierët italian. Prej neve është kërkuar që t'i bëjmë matjet e nevojshme, në mënyrë që të vlerësohet qëndrueshmëria e urës. Matjet i kemi bërë, ura është e qëndrueshme, prandaj sa më parë që të hapet, aq më e arsyeshme është. Dhe kur do të hapet, kjo varet edhe nga karabinierët italian. Ne nuk dëshirojmë të krijojmë kurfar fërkimesh me askënd, përfshirë edhe karabinierët italian, prandaj edhe po i presim kur edhe ata të binden, siç jemi të bindur ne, që ura ka nevojë për qarkullim edhe të automjeteve, jo për personat uniformuar. Me Bashkimin Evropian, ai koordinuar me qenë se ka pas një deklarat që kërkojnë koordinim për çfarë do lëvizje këndej. Unë jam kryeministri i Republikës Kosovës. Këta janë ministra e zëvendësministrat të Republikës Kosovës, janë kryetarët komunave të Republikës Kosovës. Dhe ne gjithçka që bëjmë është në përputhje me planet tona, sipas ligjit, dhe gjithashtu për të mirën e të gjithë qytetarëve. Ata të cilët kanë dilema, lirisht mund të na kontaktojmë dhe ua shpjegojmë me përpikëri dhe durim. Ka kalu koha e barrikadave, është koha e bashkëpunimit, e qarkullimit lirë, e shkëmbimeve sa më të mëdha të mallrave, të kapitalit, të shërbimeve. Prandaj unë besoj që këto ura do të shfrytëzojnë jo vetëm shqiptarët, por që të gjithë, e nga pjesa veriore, posaçërisht serbët që dihet që në komunën veriore të Mitrovicës ata janë shumicë. Sa është vlera projekteve? Është afër 3 milion euro për të dyjat. Ne si bord pas ndërtimit të urave, prioritet kemi vendos edhe aktivitetet e tjera dhe projektet e tjera infrastrukturore. Njëri ndër to është edhe transporti urban i përbashkët, e ura është ideale që me kalu edhe transporti publik përmbi 2 ura edhe ti lidh qytetarët e Veriut dhe Jug. Ura do të përfundoj shumë shpejt, edhe në fillim të shtatorit do të jemi edhe përmbi urën e veturave në pjesën sipër urës qendrore.